Kapiteni i Kosovës dhe muri i mbrojtës së Napolit Amir Rahmani u shpall mbrojtësi i vitit 2025 në Serie A. Si kurorëzimi një sezoni fantastik, ai u përfshi në formacionin më të mirë të kampionatit italian, aty ku u shpall kampion për të dytën herë në 3 vitet e fundit. Lidershipi, qetësia dhe dominimi i tij në Prapavi e udhëzoqën skuadrën e Contes drejt majës së futbollit italian. Ceremonia e shpalljes së më të mirëve të edicionit të kaluar, e njohur si Gran Gala del Calcio, u mbajt të hënën në mbrëmje në Milano, teksa Rahmani ka bërë një koment të shkurtër në skenë pasi pranoi çmimin. Punoj çdo vit që të përmirësohem. Ndihem krenar për këtë vlerësim, ka thënë kapiteni i Kosovës. Konkretisht Rahmani së bashku me Bastonin janë shpallur mbrojtësit më të mirë të qendrës. Dumfries i Interit u shpall mbrojtësi i djathtë më i mirë, ndërsa Federico Di Marco po nga Interi ishte mbrojtësi i majt më i mirë. Zvilari i Romës u përzgjedh si portieri më i mirë, ndërsa mesfusha më e mirë e edicionit të kaluar në Serie A përbëhet nga Nicolo Barella, Scott McTominay dhe Tijani Reinders, me holandezin që tashmë është pjesë e Manchester Cityt. Lautaro Martinez i Interit, Moise Kean i Fiorentinës dhe Matteo Retegui i Atalantës u përzgjedhën sulmuesit më të mirë të kampionatit të kaluar. Ndërkohë mesfueshuri skocez i Napolit Scott McTominay u shpall lojtari më i mirë i sezonit 2024-2025. Ndërsa sa i takon çmimeve individuale, trajneri Antonio Conte u shpall trajneri i vitit, kurse Napoli mori titullin klubi i vitit për arritjet në Serie A.